rreth një zhvillimi në fakt që kam folur dje, që sot ka bërë gjithë bujën, pastaj më quajtën edhe armik të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ne vetëm raportojmë për ato që po ndodhin, e sot çfarë ka ndodhur është se ka pasur një takim të zonës Vjosa Osmani me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, por edhe një komunikim me zotin Përparim Rama, kryetarin e Prishtinës, që në fakt dje kam shpjeguar se është duke e sfiduar autoritetin e Abdigjikut brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës me mbështetjen e disa protagonistëve të kësaj partije, përfshirë Gazma Axherin dhe Kujtim Shalën. Por ajo çfarë ka ndodhur sot është që zona Osmani ka marrur mbështetjen edhe të Përparim Ramës edhe të Lumir Abdigjikut për t'i prirë listës Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kësaj partia e ish-presidentit Rugova duke që të gjej sërish paqen dhe t'i drejtohet zgjedhjeve, natyrisht me një platformë sa më konkurruese. Kaq sa i përket edhe informacionit për ditën e sotme, faleminderit shumë avokat. Faleminderit shumë zënia Jupi, faleminderit shumë